Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Miq të mi, data është 28, muaj është i 7 viti 2026, e marr gjithë ditën. Dhe jeni në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani. E jetojmë në një shtet ku po ta ndalish nga 100 veta, 12 prej tyre do thonë jo që s'kam një denar, nuk kam bukë në shtëpi. Kështu e ka bërë këtyre ditëve me dije këtë Eurostat në Maqedoni. Dikthehemi. Pra, 11,6 qytetar nuk arrin të përballojnë nevojat bazë. Pra, ky është realiteti nëpërmes statistikave që bëjnë ndërkombëtarët. Dikthehemi pak më vonë. Hungaria seriozisht e katër dhe do ta shqyrtoj kredinë hungareze prej 1 miliard eurosh që ju dha RMV-s në kohën e Orbanit. Nëse hetimi në Hungari zbulon paragjysi, a mund të ndodh të prishet kredia? Po, mund. Por ka kushte pak më vonë. Malici ka vendosur viza për qytetarët e Bielorusisë, Kinës, Rusisë, Arabisë Saudite dhe Turqisë. Nëse hinë në BE, ju garantoj 100% edhe Maqedonisë. Në Maqedoni kanë filluar përplasjet përveç të bllokut shqiptar dhe të bllokut maqedonas. Në bllokun shqiptar dihet më për pak më thësh vëmëro LSM është bloku maqedonas. Në bllokun shqiptar BDI dhe Vleni hahen si maca me miun. E dini se kanë paq maca me miun më. Shikoni filmat e vizatim më. Dhe shumë çka është e kalbër. Por ajo e cila më ka shqetësuar është kjo. BMZ ka mbyllur fabrikën në Maqedoninë e Veriut, pra në Tic Bunargjik Shkup. Ndërsa nga Tic Bunargjik Shkup paralajmëron investitor të rinj në objekt. Kompania gjermane BMZ, e cila prodhon sisteme baterish, ka konfirmuar se do të mbyll fabrikën e saj në Maqedoninë e Veriut në Tic Bunargjik Shkup dhe do ta zhvendos prodhimin në Poloni, duke theksuar se procesi do të realizohet me përgjegjësi ndaj punonjësve. Në njoftimin e kompanisë tonë se BMZ është e vetëdijshme përpasohet që ky vendim do të ketë për të punësuarit në Maqedoni. BMZ e njeh ndikimin që ky vendim do të ketë mbi të punësuarit në Maqedoninë e Veriut. Kompania është plotësisht e përkushtuar që të ketë tranzicion të realizohet në përgjithësi. Transparencë dhe respekt ndaj të gjithë punonjësve thotë në njoftimin e kompanisë. Për largimin e investitorit janë njoftuar edhe në drejtorinë për zonat e zhvillimore teknologjike industriale TIC. Nga kjo drejtori bëjnë me ditur se po ndërmerren aktivitete për të zbutur pasojat e mbylljes së fabrikës. Sipas TIC-it, një investitor që tashmë operon prekosh në Maqedoninë e Veriut ka shprehur interes për të punësuar një pjesë të punonjësve të BMZ-s, megjithëse nuk është bërë publik emri i kompanisë. Dhe këta thuajnë ne jemi. Hajdeve Bekim Sali, çfarë po ndodh? Dil sqaro. Dil Bekim Sali, çfarë po ndodh? Unë ndalem edhe në atë se sa është Maqedonia e varfër. Pra, fillova në mes statistikave dhe realitetit. 11,6 qytetarë nuk arrin të përballojnë nevojat bazë. Eurostati thotë 11,6% e shteteve të Republikës së Maqedonisë nuk përballojnë qirat, fakturat, pushimet apo blerjen e rrobëve të re, më pak europian në vështirësi se një dekadë më parë. Në nivel të Bashkimit Evropian, numri i personave që jetojnë në kushte të privimit të rënd, material dhe social ka rënë nga rreth 41 milion në vitin 2015 në 27,5 milion në vitin 2024. Veçmë nuk ka shumë fukari në Bashkimin Evropian. Mesatarisht në BE, rreth 6,3% e popullsisë shfaq nivel të lartë të privimit material, me kryesimin që e mbajnë Rumënia 16,8, Greqia 14,9, Bullgaria 15%. Dhe niveli më i ulët është në Poloni 2%, Holland 2,6%, Austri 2,9% dhe në Çeki 2,6%. Pra, në Poloni, Holland, Austri dhe Çeki jetohet më së miri. Më së keqti Rumani, Greqi, Bullgari dhe shtetet e tjera. Pra, treguesi i primit material sipas përkufizimit të Eurostatit, mungesën e detyruar të disa elementeve që konsiderohen të nevojshme dhe të dëshirueshme për një jetë të përshtatshme. Ai mat përqindjen e popullsisë që nuk të përballojnë të paktën
7 nga 13 elementet e më poshtë. 7, jo 13. 1. Pagesën i qiras, faturove, kësteve të vlerën, pagesë të shtyrë ose kësteve të kredive të tjera. 2. Mbajtjen e banesës mjaftueshëm ngrohtë. 3. Përballëmimin e shpenzimeve të papritura. 4. Konsumimin e mishit, pulës, peshkut ose alternativës vegetariane çdo 2 ditë. 5. Një javë pushime larg shtëpisë. 6. Aksesin e një makine ose furgon për përdorim personal. 7. Zëvendësimin e mobileve të konsumuara. 8. Zëvendësimin e rrobave të konsumuara me disa të reja. 9. Zotrimin e 2 palëve këpucë të përshtatshme. 10. Shpenzimin e një shumë të vogël para çdo javë për veten. 11. Pjesëmarrje në aktivitete të rregullta argëtuese. 12. Takim me miq ose familjar për një pije apo vakt të paktën një herë në muaj. 13. Lidhjen me internet. Elementet 1 deri në 7 lidhen me nivelin e familjes, ndërsa elementet 8 deri në 18 lidhen në nivelin individual. Ndërsa zyrtarët flasin për rritje ekonomike, investim dhe zhvillim, realiteti social në Maqedonisë e Veriut vazhdon të tregojë një pamje më pak optimiste. Të dhënat për privim material tregojnë se 11.6% e qytetarëve të në kushte ku nuk mund të përballojnë nevojat bazë të jetës. Në 1 milion, a dini sa është kjo? 180.000. 180.000 që mund të shkojnë edhe kontenjerave. Zotë. Privimi material nuk është thjesht një statistikë. Ai nuk kupton familje që nuk arrin të pagojnë faturat me kohë, nuk mund të ngrojnë shtëpinë siç duhet gjatë dimrit, nuk kanë mundësi të përballojnë shpenzimet e papritura apo sigurojnë anëtarët e familjes një standard minimal jetese. Kjo është një pasqyrë deri te cilësisë jetese. Edhe pse Maqedonia e Veriut shpesh prezantohet si një vend që po ecën drejt standardeve evropiane. Treguesit social tregojnë se shumë qytetarë ende luftojnë për gjërat më elementare. Krahasuar me Serbinë, e cila ka një normë prej 10.3%, pra më pak fukari, Maqedonia e Veriut paraqitet më dobët, ndërsa vetëm Mali i Zi ka një përqindje një pak më lartë në rajon me 12.3%. Kjo ngrej një pyetje të rëndësishme. Si është e mundur që pas dekadash, reformash, premtimesh dhe miliardë eurosh investime publike, mijëra familje vazhdojnë të jetojnë me mungesë bazë? Nëse ekonomia po ecën përpara, atëherë pse kjo nuk reflektohet në mirëqenien e qytetarëve? Një shtet nuk matet vetëm autostrada, ndërtesa apo deklarata politike, ai matet edhe me aftësinë e qytetarëve për të jetuar me dinjitet. Për sa kohë një pjesë e konsiderueshme e popullsisë nuk arrin të sigurojë nevojat themelore, çdo sukses ekonomik mbetet i paplot dhe çdo statistikë pozitive duhet parë me kujdes. Pra, unë jam Mesut Shabani, e pa se i menshëm isha, duke shfrytzuar shumë materiale. Okej. Pra, Maqedonia, në 1 milion banor, 110.000, 12.000, falë. Edhe në matematikën. Okej, nuk është okej. Dhe, tash do ndalim në atë që quhet pse hahen BDI dhe pse hahen. Dhe një themi, rëndësinë me këtë pjesë të paraqitjes sime video e kam të një ndodhim mjaft interesante që ka ndodhur në atë që quhet Parku Nacional Malishar në Leshnicë. Shumë çka qyshmoti përfolet, por tashmë në fund doli në Majdan. Dhe a dini pse doli? Sepse ata që e bën, atë punë ishin nga BDI. Ata tash që po, në thojza, po ndërmarrin masa për të shpëtuar, janë nga VMR dhe Vlen. Por, unë do kisha thonë, pak më vonë do të dëgjoni se për çka bëhet fjalë. Kur do të hyni punëve ju të Vlenit edhe të kryeministit Mickovski që i ka gjithë ato hidre centrale më ujë. Okej. Të shohim se pse përlahen BDI dhe Vlen. Ligji për përfaqësim të drejtë duket se ka mbetur i bllokuar në procedurat kuvendore, pasi kryetari i kuvendit Afrim Gashi nuk e ka vendosur atë për votim. Nga BDI thonë se ky ligj së bashku me disa të tjerë ndodhet në sirtarin e Gashit dhe presin momentin kur opozita nuk do të jetë në seancë dhe atëherë ai do t'i vendosë për votim. Ние сме упорни во заштита на нашиот концепт дека тој закон не треба да помине и дека ние као опозиција го имаме мнозинството од Бадентер. Така да, законот за правична застапеност е во моментот закачен позади врата и чека момент на контрабандирање. Што ја мислам дека нема да го дозволиме, не го дозволивме до сега. Ако председателот на собрание го става на дневен ред, ние ќе го нагласаме, односно нема да помине тој закон.
Nga vlen u kundërpërgjigjen se BDI duke mos e votuar ligjin për përfaqësim të drejtë, drejt për drejt po shkon kundër interesave të shqiptarëve. Ali Ahmeti po vepron kundër marrëveshjes konisë të Ohrit. Çfarë nuk po përjetojnë më shqiptarët? Ali Ahmeti po bllokon ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, duke goditur një nga shtyllat themelore të marrëveshjes konisë të Ohrit. Pse? Për shkak të etjes për pushtet. Udhëheqësia e pareformuar e BDI-s e të shpruar që shqiptarët e dërguan në opozit, tani po ndërmerr veprime që shkojnë drejt për drejt kundër interesave të shqiptarëve. Kryeministri Hristijan Mickoski thotë se ligji për përfaqësim të drejtë është në procedurë kuvendore dhe se nëse do të miratohet apo jo është çështje e deputetëve. Atëse noi do собрание ска процедура и до ovaj момент evo рамките на парламентот, не evo рамките на владата. Ние како влада сме создали решенија, тие решенија ги поминале сите филтри, сите процедури и сега се во парламентот, тоа прашање на пратениците. Ligji ka Po pra, që e ka për detyrë ai ta thotë. Ndërsa Afrim Gashi dëgohet, vërtet atë edhe do ta bëj. Nuk është herë e parë. Pra, gjithandej vetëm vlon Maqedonia. Mali Zi vlon për negativitet, ndërsa investitorët po ikin. Nuk është kjo e rastit që BMZ ka nikur edhe të tjerë nga Bunergjik. Pra, dim diçka ato që ne nuk dim. Mali Zi ka vendosur viza për qytetarët e Bielorusisë, Kinës, Rusisë, Arabisë Saudite dhe befasia Turqisë. Qeveria e Malit Zi ka merituar një dekret të ri për regjimin e vizave dhe ka parafruar politikën e saj me atë Bashkimit Evropian. Ja kërkon Bashkimi Evropian dhe Maqedonisë do vjen. Sipas vendimit nga 1 nëntor 2026, shtetet e Bielorusisë, Kinës, Rusisë, Arabisë Saudite dhe Turqisë do të kenë nevojë për vizë për të hyrë në territorin malazez. Ministria e Punëve të Jashtme e Malit Zi ka theksuar se ky ndryshim është pjesë e detyrimeve të vendit në rrugë drejt antarësimit në BE, por njëherë po merren edhe masa për ta bërë procesi sa më të thjeshtë dhe të arritshëm. Procesi i marrjes së vizës malazeze do të mbetet i lehtë dhe i aksesueshëm për qytetarët e këtyre vendeve, thotë në njoftimin zyrtar. Një rëndësi e rëndësishme është se aplikimit për vizë nuk do të dorëzohen më vetëm në ambasadat dhe konsulatet e Malit Zi. Falë bashkëpunimit me kompaninë ndërkombëtare VFS Global, aplikantët mund të dorëzojnë dokumentet e tyre në qendrat e aplikimit për vizë në vende si Indi, Bangladesh, Kirgjistan, Azerbajxhan, Turqi, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Rusi. Në muajt e ardhshëm, jeta i qendrave do të zgjerohet edhe në Pakistan, Kinë, Armeni, Kazakistan, Filipinë, Katar, Arabi Saudite, Bahrein, Bielorusi, Nepal dhe Uzbekistan. Ndërsa planifikohet hapi atyre edhe në Jordani, Kuvajt, Tajland dhe Indonezi, bën me dije nga Ministria e Punëve të Jashtme të Malit Zi. Pra, nuk është por kjo është një proces të cilin veç edhe e kanë pritur. Shtetet e Maqedonisë kanë të garantuar këtë. Nuk mund të hyjnë pa viza në Malit të Zi, apo do shikohet se shtetet të cilët janë pjesë për antarësimin e BE, mbase me viza elektronike. Por, dikthemi asaj që u thash në fillim të Italia nuk njeh më patentat shoferët e maqinisë së veriut, nuk është, sepse nuk është pjesë e BE-s. Turistët nga Maqedonia e Veriut nuk mund të marrin më me qira automjete në Itali me patentë shoferët e maqinisë së veriut. Edhe pse të dyja shtetet kanë një marrëveshje për njohjen dhe zëvendësimin reciprok të patentëve. Me të njëjtën kohë, shtetet e maqinisë së veriut me qendrim të përhershëm në Itali nuk mund të zëvendësojnë më patentën e maqinisë një italiane dhe do të japin provimin nga e para, raporton SDK. Turistët nga Maqedonia që kanë mbërritur këtë javë në Itali janë refuzuar nga kompanitë e makinave me qira me arsyetim se prej 2 ose 3 muajsh kanë marrë udhëzim të mos japin automjete me qira nëse patentë shoferi i klientit nuk është lëshuar nga një shtet antar i Bashkimit Evropian. Normale është. Normale është, mos jetë normale. Italia është në BE, kërkush nuk na ka fajin ne që dhe tash. Dhe nga dalë për afrëm asaj që u thash, vërtet është shumë interesante, dhe pak muhabet shumë interesant. Pra, gjithandej, në për Maqedoni, gjithë Mali Sharq, me vite janë në kohë, për të them bëdhe i Kurmësar, komandanta lokal, Turlifar, komandanta podrumesh, Turlifar Zenginësh, Turlifar kush edhër mbas tyre, nuk të ptisën paradisa vite të hapin të gjithë hidrocentrale. Parku Nacional Mali Sharq, thot, po zhvillohet largimi i gypave të hidrocentrale të vogla në Lëshnicë.
që është për të përshëndetur. Mirë po, kjo sot më kanë bërë me dije ka edhe një herë tjetër, mos edhe një hakmarrje. Parku Kombëtar Malishar ka njoftuar se në koordinim me institucionet kompetente shtetërore është duke zhvilluar një operacion kompleks për çmontimin dhe largimin e gipave të hitër centrale të vogla, shkombini 84 ose pena 84 dhe shkombini 85 ose pena 85 në luginën e Leshnicës. Nga ky institucion, bëjnë të ditë se me këtë ka filluar hapi i parë drejt rikthimit të natyrës në gjendjen e saj të mëparshme. Kjo nuk është një ndodhje e rastësishme, kjo është rezultati i një procesi të gjatë dhe të përkushtuar institucional në cilin Instituti Publik Parku Kombëtar Malishar ka mbrojtur me përkushtim argumentet profesionale, ligjore dhe ato të mbrojtjes së natyrës përpara të gjitha institucionet kompetente, me një njëjtin qëllim, mbrojtjen e luginës së Leshnicës dhe ruajtjen e vlerave natyrore të Malishar. Qëndrimet tona kanë qenë gjithmonë të qarta të bazuara në kornizën ligjore dhe në dokumentet profesionale, kanë thënë nga Parku Kombëtar. Ata më tej kanë shtuar se plani i menaxhimit të Parkut Kombëtar Malishar përcakton qartë se ndërtimi i hitër centrale të re nuk lejohet në asnjëra nga zonat mbrojtëse, pasi ato paraqesin një nga kërcënimet më të mëdha për vlerat natyrore dhe ekosistemet ujore. Njëherë Parku Kombëtar kërkoi kthimin e lumit Shkombin, pra pena në gjendjen e mëparshme natyrore, gjë që nënkupton shmontimin e plotë të gipave të vendosur, largimin e tyre jashtë kufive të Parkut Kombëtar, heqjen e strukturave prej betonit dhe restaurimin gradual të ekosistemit natyror të lumit, kanë shtuar ata. Kujtojmë se pas disa dekadë pritje, më 30 qershor 2021, Kuvendi i Maqedonisë së Veriut e shpalli Park Kombëtar, një pjesë të Malishat. Parku mbulon një sipërfaqe prej 62.705 hektar, brenda kufive të parkut gjen 27 fshatra me rreth 17.000 banor, të ndarë në 7 komune. Dhe e dini se ajo merret ujë nga lumi dhe bëhen hidrocentrale. Pesë parë nuk kepshin se mbeten fushat pa punuar. Ja, oligarkët shifshin punët e tyre. Dhe nuk mundën t'i përfundojnë sepse pastaj u linden shumë harxhime. Jo kur gjë. Ja tash se pse hahet ВМРО dhe LSDM, ВМРО. Почитувани, апелирам да ги мобилизираме што повеќе членовите и да му дадеме подршка на Валбон, порача Филипче во предизборието на повторените локални избори во Гостивар. Филипче во повикот за подршка на Валбон Лимани вели дека партијата има сериозни шанси да биде дел од идната локална власт со цел да се обезбеди подршка за сите граѓани на Гостивар. Ако Филипче заборавил, граѓаните знаат дека СДС е власт во општина Гостивар, заедно со Ахмети и Таравари. СДС, Дуи и Таравари уште еднаш покажа дека за нив одговорноста важи само кога станува збор за политички противници. Додека секојдневно бараат оставки и политичка одговорност од сите други, се уште молчат и не бараат одговорност од својот кандидат Валбон Лимани. Po pra, gjatë gjithë se kohës ka pasur turlifar lajmesh. Unë kam informata se Taravari dhe Valbon Limani nuk janë njëjtën valë. Unë kam informata se gjatë gjithë kësaj kohës, e dëgjohet mbrëmë me thash, merri me mend Çajiri komunë dhe del Izet Mexhiti lavdërohet, kena dhënë 4200 litra ujë. Nuk thot një cistern, por 4000 sa një cistern. Bravo Izet, majka je. Dhe ata gjatë gjithë kësaj kohës sigur i kanë thënë me shenja jone, ja, bëhesh me ne. Unë nuk e di çfarë të lashësh të tjera ka ky kryetar komune, por sipas gjitha gjasave, sipas gjithë tek fillon loja. Në ndërkohë, LSDM-ja atë pret, ujku mjeku pret. Мицкоски вчера ги повика граѓаните да пријавуваат корупција и најави бесплатна линија. Ова е директна копија на кампањата што токму сега се води во Србија. СДСМ уште претходно најави дека Мицковски, по углед на постариот брат од сестринската партија, ќе ја препише и оваа мерка. Се е копи-пейст, само со неколку дена задоцнување. Во Србија, половина од граѓаните на порталот за пријава го пријавуваат токму во очите. Мицковски не мора да се замара. Линијата за пријава кај нас е веќе отворена. Веќе 6 месеци стои на веб адресата micko.mk. Да го известиме дека и него веќе го пријави половина Македонија. Него и неговите соработници од организираната криминална група ВМРО. Единствен проблем е што исто како Вучик во Србија и Мицковски го приватизираше обвинителството. Kjo është realiteti. Sistemi gjithësor është edhe këtyre ditëve
i alarmuar nga Këshilli Evropian në Maqedoni, posaçërisht korrupsioni dhe përzierja e politikës në gjykata, prokurori. Hajde ministri Sheshet, hajde, të presim ta bësh hapin e parë. E pas ka bërë sot hapin e parë, në për shumë idiot edhe mu mi ka ndërgu ti që ti botoj, nuk e kam botuar. Në Facebook e pas ka bërë në gjuhën shqipe. Problemi ma Facebook. Dila minister, bëni gjikatat shqipe, hajde. Në mos s'ke kapacitet, jep që të hapen konkurse për gjikatës. Okej, ta ndëgjëm çfarë thot tjetër sot LSDM-ja për Mickovskin, i cili ka deportuar Serbia në Maqedoni dhe nëpërmes mediumeve. Почитувани, медиумскиот мрак во Македонија започнува токму онака како што предупредувавме. Медиуми веќе објавуваат дека српски медиумски играчи влегуваат на македонскиот медиумски пазар. Групата АЛО, поврзана со Информер и другите провладени медиуми од Србија, пристигнува во Скопје. Ова е дел од планот за целосна контрола врз информирањето, за што СДСМ постојано предупредува. Политиката ја спроведува Христијан Мицкоски по моделот на Александар Вучич. Се е копи-пейст. За пропагандната мрежа е ангажиран познатиот началник за пропагандни медиумски операции по моделот на Гебелс, Драган Павлович Латас, долгогодишен соработник на српската служба. Според објавените информации, медиумот Евронюс, кој доаѓа со лиценца од Србија, треба да биде предводен од Ивона Талевска, долгогодишен партнер на Латас. Тандемот Латас Ивона Талевска е задолжен да го изгаси медиумското светло во име и за сметка на Мицкоски. Целта е јасна, потполна контрола врз информациите кои што ќе стигнуваат до граѓаните. Okej, këtu kanë të drejtë pjesërisht nuk kanë, sepse edhe LSDM-ja ka kontrole, shumë mediume bile dhe mediume shqiptare, VMR-ja veç ka filluar që të deportojë edhe nëpër shumë mediume shqiptare. Normal, ajo i ndan paret. Por, kote kanë, vallaj bile kote kanë. A mund i ndihmojnë sonte Vardarit në Riga? 8-4 ka humbur. Këtu humbi me 1 gol, atje 8-4. 8-4 e ka mbitur Riga. Dhe këta thoshin, sa shkurgjon 1 gol këtu atje dojmë. Hajde ndihmoni, hajde be, Dëllkovski ndihmoni, hajde Mickovski ndihmoni Vardarit, që ndihmohet kundër Shkëndijës. Okej. Dhe Shkëndija nuk është në një lule që i vije ere, sepse kohët e fundit ata shumë çka presin hazër dhe kanë do matematikat të tyre. Inshallah ja dalin nesër të fitojnë vetëm nesër, tjera herë le të humbi. Pra, Maqedonia mbetet në atë se uji Krushevës tash veç ka filluar që të pihet, uji ndotër në Gostivar që ata mund të kërkojnë në shpërblim, çfarë nuk ka. Në Strugë, ai Babaxhani patrioti me bateria, e mbani mend paradim që 6 muaj nuk e kanë nxjerrë se çfarë ndodhi, pse 2 muaj nuk pati ujë të rregull dhe të pishëm Gostivari, nuk tregon, në falni Gostivari. Struga nuk tregon edhe çfarë do bëhet me trasen e korridorit 8. Mbani mend vjedhjen e artarisë në Gostivar vitin e kaluar. Ish zyrtari i policisë i cili u siguroi të gjitha dënohet me 5 vjet burg. Vetëm një gjë nuk e di, a e kanë kthyer paratë. Okej, nuk është okej, por unë këtu ju përshëndes, dëgjojmë nesër mbrëma. Pra, jetojmë në një shtet që ka emrin Maqedoni, ku ende veturat e vitit 2001-2010 shiten 5.000 euro, ndërsa në Bashkimin Evropian këto vetura nuk shiten mbaj 500 euro. Dhe njërë pra, ishit në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani. Dëgjojmë nesër mbrëma.